Prokuroria e Fierit ka përfunduar hetimet ndaj avokates me iniciale AB, e cila dyshohet se ka mashtruar disa qytetarë duke marrë shumë të konsiderueshme parash në pretendimin se do t'i përfaqësonte në procese gjyqësore ose administrative. Hetimet filluan pas 7 kallëzimeve të regjistruara gjatë viteve 2019-2020 nga shtetas që rezultuan të jetë ndëmtuar nga veprimet e saj. Sipas prokurorisë, e pandehura në cilësinë e avokates ka përvecuar para duke gënyer klientët se këto shuma duheshin për përfaqësim ligjor, ndërkohë që nuk ka hapur asnjë proces gjyqësor dhe nuk janë kryer veprime administrative të pretenduara. Për ta bërë pretendimin më të besueshëm, avokatja ka përdorur dokumente të rreme që nuk reflektonin realitetin, duke ia dorëzuar klientëve të saj. Metoda e përdorur është përsëritur në disa raste, sidomos ndaj shtetasve që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe nuk kanë mundësi të ndjekin personalisht procedurat, duke e bërë më të vështirë zbulimin e mashtrimit. Rasti ka ngritur shqetësime mbi etikën profesionale dhe kontrollin e veprimtarisë së avokatëve, ndërsa dosja tashmë është në gjykim.